Inteligjenca artificiale po të merr vendin e punës. Këtë fjali po e dëgjojmë kudo, në rrjetet sociale, në lajme, madje edhe në biseda të përditshme. Disa thonë që inteligjenca artificiale do të zaventësoj gjithçka, të tjerë thonë që nuk të prek askër. Por në fakt e vërteta është se inteligjenca artificiale po ndryshon ritmin e punës dhe po e bën më të shpejt. Sipas Forumit Ekonomik Botror, deri në vitin 2030 pritet të zhduken mijëra vende pune, por në të njëjtën kohë do të krijohen edhe mijëra të tjera. Pra nuk është fundi i punës, është një transformim. Por ka diçka interesante që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Jo çdo profesion rrezikohet njësoj. Ka disa punë që inteligjenca artificiale thjesht nuk mund t'i bëjë. Jo sepse teknologjia nuk është e avancuar, por sepse këto profesione kërkojnë diçka që nuk mund të programohet lehtë. Vendime në sekonda, situata të paparashikueshme, punë fizike reale dhe mbi të gjitha kontakt njerëzor. Mendojeni pak, një infermier që kujdeset për një pacient, një shofer që përballet me çdo situatë në rrugë, apo një punëtor ndërtimi që ndërton diçka nga zero. Këto nuk janë thjesht punë, janë aftësi që kërkojnë përvojë, edhe studimet e tjera tregojnë se profesionet që kërkojnë ndërhyrje fizike, mendim kritik dhe inteligjencë emocionale janë shumë më pak të prekura nga automatizme. Shumë nga këto profesione janë konsideruar për vite si punë të zakonshme. Por në fakt sot, ato janë ndër më të sigurta për të ardhmen. A do të marrë inteligjenca artificiale vendin tim të punës, por a jam unë një profesion që nuk mund të zaventësohet lehtë.